Dega e Partisë Demokratike në Durrës ka konstituuar kryesinë e re në një mbledhje të zhvilluar në praninë të drejtuesve politik të qarkut, Oert Bylykbashi dhe kryetarit të degës Adrian Gashi. Në njoftimin e kësaj dege, theksohet se në degën e Partisë Demokratike Durrës është bërë konstituimi i kryesisë së re në praninë dhe në drejtimin e drejtuesit politik të qarkut Oert Bylykbashi dhe kryetarit të degës Adrian Gashi. Ky është një hap i rëndësishëm në procesin e riorganizimit, ripërtritjes dhe energjizimit të strukturave tona për të përballur me sfidat politike që na presin përpara. Me përgjegjësi, përkushtim dhe frym bashkëpunimi, ne nisim një fazë të re angazhimi në shërbim të qytetarëve dhe të interesit publik. Partia Demokratike po forcon ekipin dhe strukturët e saj me synimin për të ndërtuar një alternativë të besueshme qeverisëse dhe për t'i dhënë fund modelit të dështuar të qeverisës së Edi Ramës. Shqipëria ka nevojë për zgjedhje të lira, të ndershme, një qeveri teknike që garanton standarde demokratike dhe rikthimin e besimit të qytetarëve tek institucionet, të bashkuar më të fortë dhe më të vendosur se kurrë për ndryshimin që Shqipëria meriton, përfundon komunikata.